Mirë, jemi kthyer në vend që na kanë marrë mësyshore. Jo, kur nuk na marrin dot mësysh se ne përveç kësaj, po ne kemi nuk na marrin dot mësysh se ne flasim gjuhën tuaj. Dhe kush e flet më mirë se të gjithë gjuhën tonë? Banka Credins, që është banka më e mirë, më e besueshme, më e drejtë për drejta me klientin dhe më e sigurta. Sinonim i garancisë dhe i suksesit. Dhe mi të gjitha flet gjuhën tonë. Ti e bankiere e hershme. Bankiere. Dhe ti rrallë beson. Dhe kur besoj normal. Ndodh. Por banka Credins është banka Credins. Atëre, prezentojmë panelin direkt, mos e ishte janë aty mbahet e janë, te janë mrekullueshme dupi e quaj unë. Suela Koçibelli, fantastike. Nuk e di se I keni bërë ato milionat e shikimeve të dyja, kështu sikur janë buke gjallë. Por kësaj radhe shikime do t'i marri Roland Islami, avokati mrekullueshëm, mik I dashur I studios Bardazi. Dhe vjen për herë të parë Albano Zhapa, ja ishte një dashamirës jashtëzakonshëm I emisionit Bardazi. Ka një defekt të vogël, është nga Vlora. Po ky defekt I ka përzyeshëm, do ta ka përxenë gjatë emisionit. Nga Vlora Labe, jo nga Vlora. Vlora ta mëm. Mirë, do të flasim sot për sherri në shtëpi, që është, le të themi, I pranishëm në të gjitha shtëpit. Kush më shumë dhe kush më pak. Në një dy nuk është. Janë një dy që nuk është. Kush janë këto dy? Jo, po të dia, veja u bia vetë sherr. Dhe kur plas sherri, duket sikur ka plas magjia. Dhe me qënë se ne herën e kaluar para 2 puntatëve, e trajtuam emisionin e magjis, kishim dhe Priftin dhe Hoxhën, dhe na doli me shumë surpriza I emision. Tani, kush janë iniciatorët e sherrit, Tea? Nga vjen sherri? Nga magjia? Nga sherri. Sherri vjen nga sherri. Po magjia është sherri? Shiko, kur ka probleme, dhe thuhet që ka magji. Kur gjërat shkojnë mirë, s'ka pastaj kështu, magji. Unë mendoj që sherri në familje vjen për çdo gjë. Për çdo gjë. Janë mbi 2 veta në familje, se mendoj që t'jenë mbi 5, edhe është normale që të mos bien dakord për zgjidhje të ndryshme. Në rastin më të mirë kur çifti është shumë komunikues që ulet diskuton për diçka, ndonjëherë bien dakord, ndonjëherë s'bien dakord, mënyra se si flasin, sa tolerojnë. Sa po e tjerë, edhe po dua të flas për ato çifte që shkojnë mirë. Është brezi I ri apo brezi I vjetër? Nga palët, të gjitha palët. Ja, hajde Roland, nga fillon sherri. Faktikisht unë doja ta nis me një thënie të Tolstoit, që ka thënë që nuk ka familje të lumtura të ndryshme, por familjet e palumtura janë ato të cilët ndryshojnë palumturinë e tyre sipas mënyrës që ato zgjedhin për sherr. Në rastin konkret, sherrin vetvete nuk është mungesë e dashurisë. Nuk duhet ta shohim sherrin si mungesë e dashurisë, por duhet ta shohim është dashuri e madhe. Duhet ta shohim si një dashuri përderisa nuk është prania e policit. Ose ato duan. Duhet ta shohim si mënyrë të zgjidhjes së problemeve, derisa ne nuk e thirrim policin. Pra, në çdo familje, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me familje në qytet, ose familje në fshat, familje me plaka betoni, ose familje me mermer, sherri është I pranishëm. Ndryshimi I sherrit është nga zhurma në cilën ndjejmë, pra do të jetë zhurma e telefonit që përplaset, apo zhurma e kapakut të tenxheres. Pra, duke sjell përpara këtu ne kemi një problem. Në dy rastet si të duket kjo zhurma aty? Zhurma është e mirë derisa nuk përfundon në gjykat, pra derisa nuk shkojmë në komisariat, derisa nuk kemi pasoja, sherri është I mirë. Është I mirë sherri? Po është I mirë. Nëse gjyshetona thonin të ishte I mirë e mbillnin baçe. Heshtja është vrastare. Unë besoj që heshtja në familje është vrastare. Heshtja është vrastare. Heshtja e vret familje. Sherri komunik. Me celular është dhunë. Sherri është pastaj nëse s'kemi dhunë, pra thash derisa nuk është prania policit. Jo, dhunë ke edhe nëse s'vjen polici. Jo. Edhe nëse vjen polici, po erdhi polici e mra pastaj. Tani, ai është krim. Kur vjen polici ke krim në familje. Por derisa nuk është krim, sherri është I domosdoshëm. Në të përditshmën tonë. Tani, si mendoj, jo sherri, çfarë quajmë sherr, pra nëse ne e marrim sherrin, ta marrim, dy njerëz që ngrenë zërin, dy njerëz që ngrenë zërin, e ngrenë zërin për të zgjidhur problemin, apo e ngrenë zërin për të
Suela. Zakonisht, kur dy njerëz ngrenë zërin, asnjëri se dëgjon tjetrin. O, të Kjo është e garantuar, domethënë, kështu që... Dakord, por jo të dyta ngrenë zërin. Prandaj sheri nuk duhet të jetë sherr satanik, themi ne. Pra duhet të jetë sherr që të ketë brenda besimit dhe dashuri. Po ndahet. Po ka besimin dhe dashuri, s'ka sherr. Vlora, si e kemi sherin? Sherin si e kemi në Vlora? Mërnami ka dalë këtyre, se këta janë të butë. Si këta, i është vlonjat për vetëm. Vlonjatët janë të butë. Mirë ju tha. Ashtu, Mos bëjmë sherta. Ata që njohën të butë janë. Tani, në çdo Ka një 2-3 javë. sherri është faza e tretë në çift, domethënë faza e parë është komunikimi, se pos pati komunikim s'ka as sherr. Pra komunikimi është i parë. Pra, e zauron komunikimi, thua ti. Pari është komunikimi, i dyti. S'ka komunikim, Jo, nëse s'ka komunikim, s'ka sherr, mbaron, aty heshtja është njerëzit vrastare. edhe nuk flasin, ore, prandaj. Jo, nëse nuk flasin, mos folja, heshtja është Jeni e dyta. Gjëra keq I kuptohen. dyti, faza e dytë është debati, dhe mbas debatit vjen sherri. Tani, çfarë ndodh? Ai debati me sherrin e shumë afër. Debati sherrësh, për atë kishim fjalën ne. Kalon në një fije peri, sepse Kalon në një fije peri debati nga çështja e debatit, shiko, ne jemi ulur, jemi një tryezë. E po bëjmë sherr. Njerëzish, kështu që çdo njeri ka informim të ndryshëm. Ka informim të ndryshëm dhe në qoftë se ne nuk bijem dakord mbi kuptimin e gjërave, atëherë i bie. Jo, nuk është çështje leksioni, është çështje kuptimi. Shiko, para se ne ta ndajmë, se shiko mua, ky është jurist, unë jam pedagogjist. Për këtë, për avokatin, çfarë është sherr, për mua është dialog. Jo, s'ka lidhje me klientelën. Ja të marrim një shembull, jo të marrim një shembull. Po sjellim një shembull të komunikimit, mungesës komunikimit dhe të sherrit. Një çift me 3 fëmijë, në një komunikim që kisha unë tha, dëgjoj, kur do ma bësh ta të zgjidhjen e martesës? Falë tash, po ti pse u ndave me gruan? Po tha ja, tha, bëra dhe i thashta do ndajemi, tha, ne ish kështu diskutim, tha, nuk diskutuan fare, tha, ajo i mori fëmijët dhe iku. Jam i sigurt që ato po të kishin bërë debat, dhe po të kishin bërë sherr. Po të kishin bërë sherr, do ishin rrallë. Nuk do ishin ndarë. Dhe tani, çështja është mungesa e komunikimit që ato kishin për 2 vite, që ato kishin komunikim. Thua sherrit ajde, do të vetëm këtë kam dëgjuar. Unë bëra një në fillim dhe thashë sherr ka kur nuk dëgjojmë. Kështu që do bëj thirrje të dëgjojmë njëri tjetrin. E para, e dyta. Mbaj mend një shprehje, po që besoj që përdoret rëndom tek ne është që të funksionojë që shtëpi pa sherr. Unë tash kur ne nuk dëgjojmë, s'ka fare, aty mbaron. Po pra më dëgjoj atëherë, po më ndërpret dhe i bie që s'po më dëgjon. Kështu që vendosim të rregulla në tavolinë. Sherrin bëjmë në shtëpinë tuaj. Duhet ndajmë të bashkëtojmë ca rregulla, pastaj nëse ne nuk i vendosim dot rregullat në tavolinë. Si do vendosim rregullat në një familje? Ja pra rregullat vendosen kur dëgjon palën tjetër. Avokat në studio, këtu ka rregulla. Prokuroria. Prit ta vendos, pas bëhet fjalë. Tani pjesë të ftuar kanë shkelur rregullat e emisionit. Ishte telefonat në tavolinë. Jo, sigur telefonat. Në momentin që i heqim brapa. Se dim heqim brapa, kam rregulli bardhësia. Ti po imponosh. Jo, ti po imponosh, nuk më të lutem që ta mbaroj fjalinë. Atëherë, sherret të lutem. Sherri, fjala jonë popullore është që po themi s'ka shtëpi pa sherre. Tani, po nga ana tjetër kemi një shprehje tjetër që kur ka shtëpia sherr, diçka e keqe do ndodh. Pa i kemi ca beskytni që ndonë. Nëna tona e thonë shpesh. Sherri sjell të këqija. Mos ndill keq thonë. Mos ndill keq. Tash burrat bëjnë sherrë ndryshe, ndoshta gratë bëjnë sherrë ndryshe dhe këtu është dallimi që ta bëjmë diferencën. Si është dallimi tani? Po ja pra ky është dallimi. Që nëse besimi im është që sherri nuk zgjidh gjë, pra kur ne kalojmë në sherr ose të paktën se si unë e kuptoj sherrin, se duhet përkufizojmë sherrin, është diçka e cila është konfliktuale dhe shkon në pikën që është kacafytje dhe nuk ka asnjë predispozit për të dëgjuar tjetrin. Ky është këndvështrimi juaj. Derisa nuk kemi policë. Nëse ti na sjell policin në dhunë, kacafytja është tjetër. Ka të mira sherri, unë mendoj që kur ka shkuar deri në sherr, nuk kemi as dëshirë për ta kuptuar gjën. Tani, nëse ka nervozizëm në familje dhe kjo është normale, sepse ka nervozizma në familje, kjo është një thirrje për të kërkuar ndihmë. Pra dy njerëz që janë në familje po kërkojnë ndihmë në lidhje me diçka. Dhe kryesisht sherrin e nisin ata që janë fajtor. Pra ata që ndjehen në faj në pozicion me situatën që ka ndodhur, janë ata që edhe nisin sherrin sepse është mjet mbrojtës. Sulmi është mjet mbrojtës. Shpesh herë përdorin sulmin për të kaluar pastaj në avantazh. E hedh poshtë atë kundërshtor. Po mirë, dëgjoj. Kur plas sherri, nuk kemi më turp nga komshinjtë që na ndan një cop muri. Po komshiu zgjidh për vetë o gru.
Tani, Po kaminin ke ty, a ishte a do Po komshiu bën dasëm kur ziheshti, po për çfarë po zihet? Jo shumë bukur e ka thënë. Ajo që është debat për ne për komshiun është sherr, dhe ajo që është sherr për komshiun për ne është qetësi. Pra, çdo familje, çdo çift e ka një lidhje komunikimi që ka subjektive. Qartë. Se kanë kaluar periudhën e provës, ata u fejuan një herë Rioni, pastaj bëri Pastaj ka njerëz që pastaj sherrri edhe me zëtullët, me nuk i dëgjon njëri fare. Dhe kanë thënë fjalën e fundit. Aman, si është ky sherrri me zëtullët? Si është ky sherrri me zëtullët? Si ky qëfa të rëbëlish? Është vetëm me shikimin do një herë mjafton. Çështja është që nëse i referojmë për Galileu ka qenë që kishte sherr nga gruaja për ditë. E dëgjonin për ditë ajo hipotetike. Ja, kupton çka kanë studiuar, do të thonë ka studiuar sherrët e Galileut. I bërtiste, në fund mori kovën me ujë dhe alshoi kovën me ujë e lagu. Gruaja burin. Gruaja burin, pra. Dhe komshia që e pa një burr, Sokrati, po Sokrati kërkoi pjesë. Sokrati dhe tha gruaja që e pa që e lagu, në fund e komshia që kishte pa që po e bënte këtë orë, ti tha ç'a burri jeta. Si ktheve një fjalë tha. Të lagut bëri ujë në mes pallatit. Po jo tha. Ishte ta koha me shi, tha, gjemoi, bubulloi, tha, do zbardhet koha e ditë. E 20 vite koha e miraj. Pra çështja është që ne duhet të dimë nëse të dy palët ose familja, gjithë familja futet në sherr, kalon në dhunë, por ne duhet të dimë se cili duhet të jetë kontrollori i sherrit. Pra, dhe kemi një thënie të madhe profetike që profeti Muhammed e sjellim këtu duke thënë që sherri thash është satanik, nëse shkon satanik bëhet i keq, thotë më i miri prej jush është ai i cili është më i miri në familjen e tij. Pra që do të thotë ne duhet jemi të mirë në familje, duhet të ndikojmë për uljen e sherrit, por jo të heshtim. Por jo të heshtim. Po ne ka thënë ai. Shikoj. Nëse ne heshtim. Do të sherri me çka ka thënë Sokrati e çka ka thënë Muhameti. Sherrin e shpjegon më mirë ai që ka bërë sherrin. Ai që flet më mirë. Po të gjithë kemi bërë sherrë, burrë, kur bëjmë sherrë në ringjallë, vimë më të mirë, vimë më të pastër, vimë më burra. Po mirë, zakonisht ti kur bën sherr, jep të drejt vetes apo atij që je sherrosur? Jap të drejt tjetrit. Gjithmonë, ë? Gjithmonë. Se fajin e ke gjithmonë. Jo. Unë jap të drejt. Ku ti jep të drejt? Unë jap të drejt tjetrit. Po ai flet për televizor se është e gruaja. Jo, s'bësherr. Dëgjoj çata. Dëgjoj çata. Tash ti duke fol për televizor se ke grun duke të pas, se di çfarë po thuat. Po pra ke asë të rref kur shkosh atje. Jo, gruan fantastike. Jo, shikoni biznesin ekonomike. Që dolin buri miraje, kupton? Ja drejta saj ka gjithmonë. Di vetë, ju më di mira, jo do ta marr këtu në studio dhe ta pyesin në studio dhe e pyetën. Edhe thot drejt, nuk ka lidhje. Konkluzioni, unë mendoj që Jo, jemi herët akoma për konkluzion. Ai kush nga ne do ta shpjegoj më mirë sherrin është ai që di ta bëj më mirë. Unë mundohem të qëndroj pjesës teorike. Unë mendoj që e bëj mirë. Shumë bukur. Ti e bën mirë sherrin. Pse? Vetëm sulmon? Pra kush di të bëj mirë sherr? Vetëm ata njerëz, se ka ca njerëz që bëjnë vetëm mësymje. Sulmojnë, bërtasin. Jo, nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Ajo që thot ti ndodh, jo. Jo, nuk mund tush. Ashtu kjo thotë se është e vërtet. Jo, nuk mund tush ashtu që zakonisht ata e bëjnë, atëherë ai që sulmon gjithmonë pa shkak, ka një gjë tjetër që po ndodh në jetën e vet dhe do të justifikohet për gjithë ato gjëra e rreth të vetën, duke u turr tjerë. Ne nuk po flasim për këtë gjë. Ne flasim, mendoj unë, për sherret le të themi normale në familjet normale, që ti zihesh edhe për fëmijën, do ta çoj te kjo shkolla, pse te kjo shkolla te ajo shkolla, pse e toleron ai murin 9, unë i kam thënë merr 10, këto quaj sherrë, ajo pastaj nuk është sherrë. Ai është degatin familje, dikush ka një jetë paralele, vjen në shtëpi, sulmon tjetrin ta bëj fajtor, për të mbulu, edhe pa dhunë fare, vjen për ta bërë për të mbulu gjën e vet. Duke fus pjesë në sherrë. Unë për shembull, ta them pse zihem. Mungesa e Ja, vetëm një sekondë, na japi shembullin real nga jeta konkrete. Pse zihesh ti Tea? Unë zihem, unë them, vi për shumë dhe unë jam njeri që komunikoj, du të flas edhe për detaje me partnerin. Do me thënë dhe gjërat që njerëzit... Po mirë, mbase s'ka kohë të dëgjoja, i lodhet. Pse zihesh ti? Atëherë. Përdor argumente. Jo, zakonisht kur s'ka kohë të dëgjoj s'bën sherr. Pra ti thjesht flet dhe personin të dëgjon. Unë i kam Do xhevava jo, do xhevava. Si e? Mirë. Si kalove, mirë. Të pati një gjë interesante sot? Po jo, të zakonshme. Okej. Shofin film. Ha, që po shej film? S'po bën muhabet fare. Pra, këtu s'ka më komunikim. Si s'po bëj muhabet, pra unë të ftova në muhabet, atë thasha bërë sot. Kishe gjysore që i thoshe dhe nuk i the njëherë o zemra. Dakord. Fare si, qajte mu dhe si e presun, atë se I thot. Tea se ka problem fare. Nuk e tha, pra. Ore, Tea e thot edhe këtu. Jo, atje e në Tani,
Ne komunikojmë gjithë ditën në WhatsApp me zemra, me shpirtin, me djeli, me hëna. Po, kur vjen në shtëpi, për ta ftuar debat, për ta... Jo debat, po për të bërë një qik muhabet. E kështu është kjo që thotë Ornela, tani ai është lodh gjithë ditën aty, thotë merrem edhe me këtë unë tani çfarë bëra këta kohë. Pra ti thellë e kupton, jo se kupton. Ja, unë e kuptoj, patjetër që e kuptoj, po thjesht se thotë s'bëj muhabet. Kupton? Ne pa hajde bëj muhabet. Dhe jam e prirur ta dëgjoj. Pra, teja lufton që të mbaj dialogun. Shiko, unë mendoj shumë e mirë për të mos nisur sherr. Qëllimi i sherrit është kryesor, sepse qëllimi a do të bëjmë sherr për të nxjerrë një çështje, për të zgjidhur një problem, apo do të bëjmë sherr për të treguar që unë jam më i mirë se ty, apo unë jam superior. Jo, është shkruar. Në familje për të e ke shumë gabim. Po unë e quaj mungesë totalisht truri që nëse ti komunikon kështu me burrin duke ndërprer, unë e kam marr bëra padri. Po nuk është problemi im se ça merr se nuk je ti në rëndësinë jetën time fare. Se ça mendon. Kështu që po thoja se se barova. Po thoja se se barova, për mua është shumë e rëndësishme që qifti të komunikoj gjatë gjithë kohës. Po, dhe mos të ndërpresë. Kur komunikon, po se ti mund të flasësh gjithë ditën, mund të ndërpresës, do të gjë ty. Prandaj të ndërpres. Po se unë s'jam ai, prandaj. Po ja, pra sifemi, që se flet kokë. Dhe po të them, Ornela, që ka edhe për debat, edhe ka debate familjare, nuk janë shere, për fëmijët, për mënyrën se si zgjidh një çështje, njëri bjen dakord, tjetri jo. Po, ndonjëherë dhe ngrihet zëri, pra ai sherr. Pesa tjetër e tham është dhunë, nuk është më sherr. Përse her pas here, ose në më të shumtat e herëve, gjithmonë ankesat vinë për vjerrat. Pra, vjera e fut sherrin, nga vjera vjen sherri, vjera është molla sherrit. Çfarë kanë vjerrat? Të ta jap një shpjegim, atë unë mendoj që sherrat më dhaja në familje bën për punë lekësh, mendoj unë. Sherret bën për lekë. Kryesisht bën për punë lekësh në familje, sepse aty plas sherri i madh, domethënë se s'dalin llogaritë, s'bën megjithatë. Në të dyja krahët ndoshta. Tani, për të vjerrat, shiko, për të vjerrat interpretohet shumë thjesht, pra është një formë pushteti. Dhe sherret zakonisht vijnë kur ka një lloj disbalance pushteti dhe këto është po prapë në një rast. Pra ti ke një person që pretendohet që nuk duhet të ketë pushtet në familje dhe duhet t'japi direktiva, siç ndodh, që japin edhe drejtim situatave dhe pastaj kjo është që ti që je i zoti apo e zonja e shtëpisë ndjen që po të humbet balanca. Dhe kthehet pastaj që vjerrat janë që apo vjerrit, se varet kjo, domethënë janë ata që përprishin balancat e plas sherri për vjerrat. Por unë besoj fort që plas për lekët. Aty është problemi i madh. Nuk ka lidhje. Përse unë mendoj që është mungesa. Apo nuk ka lidhje. Domethënë kemi nevojë të rindërtojmë edhe një herë komunikimin. Janë këndvështrimet janë të ndryshme. Janë dhe lekët, pra, po janë këndvështrimet të ndryshme. Unë mendoj që vjerat më shumë za për lekët është mungesa e hapësirës publike. Pra hapësira e hapësirës që kanë në shtëpi për të diskutuar dhe për të dhënë mendimet e tyre. Pra mungesa e komunikimit. Mungesa e sherrit bën vjerën hapësirës private. Mungesa e sherrit me vjerën sjell atë dhunën me vjera dhe pastaj sjell përçarje dhe vjera dele keqe ose nusja dele keqe. Nëse nusja dhe vjera do të bënin sherrin, e siç kanë bërë sherrin e dikush, do të friqen njëra tjetrën pa ndroj. Dhe do t'i thonin fjalë. Burri ka ndonjë rol në këtë mes apo hiç? Si? Burri ka ndonjë rol në këtë mes? Burri nëse futish burrin në rol, i bie që ti ke filluar me dhunën, pa ke kaluar nga sherri. Unë po flas në diskutim. Unë po flas se ti duhet ta diskutosh hapësirën tënde dhe ti me këta diskutosh me vjerën. Ti lejosh vetes tënde që te vjera është pjesëtare e familjes dhe ti do komunikosh me të, do bësh sherr. Pse ndodhte sherri me vjerën? Se kjo ishte jo për anë ekonomike, pra. Asnjëherë vjera. Jo, atëherë nuk po them për anën ekonomike. Të mendosh që vjera. Ja, e kupton çfarë është tendenca kur të dëgjoj. Po kështu e mendon unë, kështu e morëm për parat dhe është një gjë bërë sherr për vjerën. Pse mendon ti që bëhet sherri me vjerën? A ka mundësi me të një përgjigje si burr faktë në këtë rast? Si grua e dhamën e tjera. Sherrin me vjerën e bëjnë sidomos gratë, ato janë të këqija. Sepse mungojnë, sepse nuk kanë gjetë mënyrën se si ato të Cila grua nga të dyja? Cila nga të së dyja? Është fare vërtet sipas ka gruaja faj. Nusja në rastin konkret nuk e gjen dot hapësirën e vet të komunikimit, të sherrit me vjerën dhe kërkon pavarësinë e saj në familje, në farë mënyrë dhe këtu fillon konflikti. Këtu fillon konflikti. Dhe gjithmonë është mungesa e komunikimit. Nëse do kemi komunikim, e di ti çfarë do të thotë të lësh fëmijët të rriten pa dashurinë e gjyqës?
Pra unë që kam pas dashurinë e gjyshes dhe jam rritur me të dashurinë e gjyshes, unë e di çfarë i mungon një fëmije, mungesa e dashurisë së gjyshes. Që ne sot po shkojmë drejt një familje të përçar, e merr nusja burrin me familje me vete dhe vjeri dhe nëna dhe babai i burrit ose edhe të gruas qoftë njësoj janë ato. Disa vjerra po falenderojnë tani dhe janë mbush shtëpi plot me pleqë nëpër fshatra, dhe s'ka kush u afron atyre dashuri. Ato nuk duan as para, nuk duan as gjë, ato duan thjesht një përqafim nga nipi ose mbesa. Por edhe përqafimi i nipit dhe i mbesës në rastin. Një sekond tani, një sekond. Se a nuk janë ato që i lastojnë, nuk janë ato që i lastojnë fëmijët? Jo. Kush, po gjyshin dhe gjyshet? Jo. E ke shumë gabim. Shka kusherit? E ke shumë gabim. Se nusja nuk vjetë dakord, e ke shumë gabim. Sot nuset dhe rejat e sotit, po duan më shumë ko për vete, s'ka nësë ko për fëmijët, më ta themun, ajo s'ka ko për vjerën e për vjerën, s'ka ko as për fëmijët e vetë. Ta dhe me bindi unë. A i që mendon që fëmijën e vetë rritë më mirë, largë vjerës dhe ikën shërri duke Tani, që moment të shkatuar një familje... Të bëj një pyetje, ndoshta e kemi të shërre, kemi nga mentaliteti, sepse jetojnë dy familje dhe dy breza që nuk përputhen në mentalitete, në koncepte, në asgjë bashkë, se bota për shembull nuk jeton vjerri me djalin edhe me nusën në një shtëpi, e kupton? Se ata jetojnë në 90 metra katror ose në luks, domethënë 150 metra katror. Ose nuk zjen gjithmonë më se kaq jetojnë dhe jetojnë shumë mirë. Po nuk është ndërtesa ajo që e bën familjen. Jetojnë shumë mirë të shikojnë një ndeshje futbolli. S'kam punë me ne këtu. Ne kemi për ata që jetojnë mirë. Po. Shiko, kur nuk dim e rion, shkojmë në shkollë dhe mësojmë. Po. Tani marrëdhën, gjithmonë duhet një model. Koncepti është ky. Nena duhet një model për të mësuar. Tani një zgjidhje e mirë e problemit vjerë nuse është modeli i vjerës labe. Vjera labe varet nga lidh shamin, i thot qartë nuse sa jo, po e kam lidhur këtej, ndua kafe në mëngjes dhe mos të më flasë. Kur nuse pi tek rakinë. Po s'du me ditë fare nga e lidhur. Po nuse që i futi tek rakinë në mëngjes dhe s'do me aty nga lidh shamin tjerra. Si t'ja bëjmë? Shikon që re brënda me ato Si t'ja bëjmë pra, po jo si t'ja bëjmë asaj nusës pra. Problemi se ka vjerra pra. Edhe për këtë model vjerë se nuk jemi. Ne jemi për respekte të dy anshme. Se cili të respektoj hapësirat e tij. Shiko, e shumë e rëndësishme se shiko, në traditën popullore kjo nuk ka dalë kot. Nuk ndodhin gjëra kot në traditën popullore. Pra fakti që vjera të deton të jep disa rregulla, do thotë që është bashkëndan disa rregulla komunikimi mo. Po bashkëndan disa rregulla, se nuk ka shoqëri, nuk ekziston një lidhje mes 2 apo 3 apo më shumë njerëzish pa bashkëndarë disa rregulla. Tani s'ka ardhur nusja të shofi se nga e lidh vjera shamin, se na çuditë tani. Jo. Po ta lidhin nga dojnë, nëna labe o ta lidhin. Ka një gjë. Atë e zgjidh vetëm dashamirësia e të dyjave për ta pranuar njëra tjetrën. Nuk është e jashtëzakonshme. Edhe është normale që vjera të ndjehet pak, si çike lënë Barsoledhët kanë filozofi. Mazdore apo të kalojnë për jetën, o zonjë, nuk është se vërtet ajo vjera e lidhi shamin këtu, është Barsoledhë që ka një filozofi për jetën. Po çka do vën rregulla, pra nuk është e rregulla. Është e komunikimit te dashamirësia për të dhënë vendin njëra tjetrës. Nëse ne nuk vëmë sa rregulla me njëri tjetrin. Rregullat janë në familje, pra nuk e vë vjera rregull. Po jo, për atë. Kjo ka flasim kurse unë nuk e gjithë tjetër që ju s'po e thoni fare. Nuk ekziston asnjë shans që të mos zihesh. Po të zihesh dhe me burrin, normal. Nëse nuk zihesh je ndarë, ka një mënyrë. Ka asnjë shans. Ka një mënyrë të ta them. Po unë kam syt këtej, ti ke këtej. Të ta them, ka një mënyrë të ta them. Po. Ashtu. Ka një mënyrë për ta shmangur sherrin. Ore njerëzit edhe kur flen gjumë gërhasin edhe prishin fare. Ka një mënyrë për të shmangur sherrin, është ngjesë e dashurisë. Ditën e parë e merr fajin ti. Ditën e dytë i jep të drejt gruas. Ja u si. Po, kjo ka drejt. Kjo është gjithë e thjeshtë. Kjo është me drejt, për kështu duhet parë mba fajin ditën e dytë gruaja ka faj burri. Sa që ka faj burri? Ka të drejt gruaja. Ka të drejt. Ti herën e parë që ti faj, herën e dytë ka ajo të drejt. Edhe kjo nuk e zgjidh sherrin. Se nëse ti jep gjithmonë të drejt gruas, gruaja nuk ka me këtë zihet. Jo, do mendoj, gruaja do mendoj pse më jep të drejtë gjithmonë mua, do të kjo problemi, ka një problem këtu që më po të dali helmi o vlla mbur. Ore shkon ne dalim na shtëpia, marrim helme. Vim në shtëpi ku do vemi o vlla? Ku do vemi o vlla? Ka nevojë për pak dimësi. Çfarë ju ka gruaja ju, domethënë, kjo që ka biseda më e këndshme në botë, po shijoj sherrin e burrave. Nuk pas ka më lezet të madh se kaq. Pse po trejeni ju tremi ne? Jo, ne po ta shofësh, keni zënë kohën edhe po ulërisni dhe po jepni të drejtë vetes. Kto më nervozojnë më shumë? Jo, më asnjëherë. Me mua e keti tani. Kur ju bëni sherrë, me mua e keti. Me mua s'ka problem fare. Hiç fare. Dhe kjo është për të kuptuar që lërit e tjerë të bëjnë. Megjithatë, të kthehemi te realja.
në Shqipëri, Ja, ta me them çfarë na ndodh jashtë derës së Mos është faji që shtëpisë? nes po bëjmë shumë fëmijë. Pse? Dikur kishin a 15 fëmijë, o valla, Edhe s'kishe kohë të bëje Ore, sherr. nuk piptinte njeri në familje, më thuaj që e kam gabim. Ja, Edhe s'kishe kohë të bëje sherr. Fëmijët janë bekim. Fëmijët janë bekim për familjen. Ato që s'kan fëmijë, prirën të ndahen dhe fëmijët janë bekim. burra, pra, kishte burra. Fëmija nuk kthen kokën. Qa më tregon mua? Jo, Po shiko, sepse dhe ajo është mungesë komunikimi dhe ajo është mungesë bashkëpunimi. Po jo pra kjo Fillon agenda ti tani. Ato thuaj, kështu që unë do me këto agendën do vazhdoj gjithmonë. Që mungesa e komunikimit dhe S'kemi ko për leksion, jemi në mesazhe. Ajo që tha Erion... Po, se jemi në minutat e fundit. Po. Në sociologji, funksioni konstitucional quhet ai që mban në këmbë lidhjen midis një gruaje dhe një burri. Domethënë funksioni konstitucional Bëj sa më shumë fëmijë. është dashuria. Vjen një kohë që funksioni konstitucional sociologjikisht zbehet. Po. Dhe ka nevojë që të ri për të rihet. Po, në fillim dhe i thon çiftit. Puçi, pastaj fillon të shuani sherret bëni një fëmijë. Po. Dhe sa herë që lindin sherret, familja tradicionale këshillonte çiftin të bënte një fëmijë. E del aty te Erioni. Pra sa më shumë fëmijë të jenë, aq më pak sherre ka. Gjyshet tona kishin nga 90 e 11 Jo, fëmijë. martesa... Se pas kanë bo shumë qere. Një sekundë. Po, është kjo. Nuk qëndroni, domethënë, nuk Po, që është qëndroni kjo e fare. beson ti këtë? Po, Që ka zënë gjysha me gjyshin tonë, se ku t'ju ajo gjysha ojnë, Pa pas shansë kishte një... gjysha me ushzën. Dëgjova- Gjysha me gjyshin. Gjysha se Po, ka të gjurë shumë njerë fibra, zërin. se pas- Jo, ose se ka pas atë shansë Vojnë fare. në mesazh. Jemi në mesazh. Jo, me ajo... Mesazhi, Duam vënçe. duam një vënçe Një vënçe. për sherrin shtëpi. Do për kufizim apo si ta E zgjidhim? ashtu Sherri duhet se ushqen për shpirt. kufizim. Ja, teja e para. Sherri është i nevojshëm sepse ushqen shpirtin. Ushqen shtëpinë. Po me karara mase, edhe ditë për ditë të lutem Tani, tani. atë kararin gjej ti. E kuptova. Nuk e di, unë këtë gjetë. Po na vjen karaj me dru? Sherri që nxjerr si produkt zgjidhjen e problemit është i shëndetshëm. Është i Ky shëndet. është për kufizimin që japun. Sherri që nxjerr si produkt. Po, e kuptuam. Se kamera gjiron. Sherri nxjerr si produkt që Jemi dhe live. njëri është më i vlefshëm se tjetri, Po. atëherë ai sherr pastaj që duhet shkuar te avokati për të kërkuar ndihmë. Avokati merr policinë, s'ka zgjidhje. Jo, avokati merr lekët, mos. Do të të lë për në fund ty. Po pra, se ta dëgjojmë avokatin. Unë ec me parimin që sherret nuk sjellin të mira dhe duhet të jesh në një moment adult për ta buzëqeshur për para tjetrit atë mendimin që e ka kundër edhe kaq. Dhe për mos shkuar më tutje. Kot me të pyt. Jam shumë në paqe. Je shumë në paqe sot, nuk e di çka ke. Pas sherrit ka seks? E mira dhe... Jo, pa ajo e buzëqesh, nuk ka sherr. Ka lidhje. No, po ajo s'ka sherr, se kuptove. Jo, prit. Shiko. Ti sa po e the atë? Ti the kur ziheshin në korat e vjetra i bënin Bëni kalamaj. Po jo, pra, po tani kjo tha nuk ka sherr se e Sherri s'ka buzëqesh të mirë, pash. tha zonja dhe e tha shumë mirë, po unë nuk e kisha tek e mira, se e mira dhe produktive janë dy gjëra të ndryshme. Normal, po. E kupton, sherri nuk është asnjëherë i mirë, ama produktiv dhe i shëndetshëm është një pjesë gjithë një Sepse problem. sa po thoshte që nuk i ndërpres zonjat, e kupton? Do të thënë, sot ka ndodhur kjo, do e mas kohën, realisht do e mas kohën e asaj që është folur sot. Do të dalin në Tani, YouTube. pas debateve dhe pas momenteve të vështira, sigurisht që ka puçi-puçi, siç ke qef ta thuash ti në çift. Megjithatë, pas një sherri dhe se si unë e shoh sherrin, nuk mendoj se ka dakordsi për të bërë diçka më tepër. Okej. Kjo është kundërshtim. Subjektiv. Hajde. Pas janë zënë, Dakordsi duhet. Subjektive, Na nuk mund thuaj të bish pak për dakord gjithçka. me atë, Martesa. se ka njerëz që mbas Ja, sherrit të e kanë lutem, sherr. Rolandi, të lutem. Këtu kemi probleme pastaj. Ua, Rolandi. Se nuk mund funksionoj Po që me nuk mund sherret të kalosh në dakordsi një mendim të subjektiv. gjuhemi me tenxhere dhe me celular dhe pastaj të ndodh kjo gjë. jo, nuk se mund do folën për atë jo, sherr, folën për atë që tha. Shiko, nuk mund të kalosh për mendim të përbashkët një mendim subjektiv, personal. Në qoftë se një njeri, shumë e thjesht, shkoj, se jemi në televizion, Mund ta them një Ishte shumë e saktë ajo që tha. se na dëgjojnë njerëzit tani. Ishte shumë i Nuk saktë. mund të japësh për Nëse është kufizime konstruktiv, vetjake është në të rregull. kalosh si dakordsi. Po. Se në qoftë se unë ngatroj mendimin tim personal, të ngatrosh mendimin personal me mendimin publik, është njësoj si të ngatrosh një shtëpi private nga një shtëpi publike, mo. Jemi Ore, pezime shpia apo? publike është tjetër që, la, se... Po pikërisht, mo, Po të mendime publike ja fiktu, se na për mendimi personal, ta ngatrosh tash, mo, ka pesensi. Se ka kuptim Tani, tjetër. avokati se... Po batuta ishte e bukur. Vënçja e Rolandit? Sherri është i shëndetshëm kur nxjerr produkt. Unë them që Unë jam dakord. Po, jo, jam dakord. martesa nuk është dashuri e përjetshme, por është përpjekje e vazhdueshme për të krijuar një familje e cila të arrijë
stabilitet. Që po nuk ka të dashurinë e përjetshme, nuk krijohet kurrë. Jo, e ke shumë gabim. Jo, ke ti shumë gabim. Është përpjekje e vazhdueshme, pra ne duhet përpiqemi vazhdimisht. Pa dashuri gjithë jetën ti do përpiqesh, e do ta bësh. Nuk e bën. Ku ke dashuritë përjetshme? Ku gënjenti? Po një sekond ti me sherrë. Po patjetër që e ke, po merr forma të ndryshme. Po gënjen veten, mos gënjen dot publiku, mos gënjen veten. Teja është e dashuruar përjetësisht. Po patjetër, po vetëm se merr forma të ndryshme hera herë. Gënjen ti, more, ti se çfarë po thu. Ti herë ja drejt grus tani po thuaj ai te grusës kemi dashuri përjetshme. Ne po përpiqemi, për çfarë? Dashuria nuk është për hir të asaj çka ti gjen tek partneri, qoftë tek gruaja ose tek burri, sepse një ditë bukuria shuhet, një ditë do plakesh, një ditë do plaket te burri. Jo, edhe ai plaket. Dashuria që nuk shuhet është dashuria për hir të diçkaje që i lidh bashkë personat. Familja pra është Në rastin konkret për mua, jo. Në rastin konkret për mua është dashuria për hir të asaj që na bashkon, që është parimi i Zotit. Unë dua dikë për hir të Zotit, dhe Zoti nuk shuhet asnjëherë, dhe do të jetë dashuria e pafundme. Pra ne u them që është përpjekje e vazhdueshme për hir të asaj që na lidh. Mua për shembull me familjen time më lidh një gjë që është Zoti, dhe unë kam atë. A se lidh dashuria ty, mua më lidh dashuria për hir të Zotit. Pra mua më lidh dashuria për hir të Zotit, dhe kur e do për hir të Zotit dikë, e do në atë lloj forme, që ti e ke dashur. Tjetër dashurie që se kemi njohur ne. Kjo është një lloj dashurie që ti fut, pra çfarë do të thotë dashuri për hir të Zotit? Pra çfarë do të thotë dashuri për diçka? Ti duhet të kesh diçka të shenjtë, që në rastin konkret unë kam Zotin. Dhe atë e adhuroj, vetëm atë adhuroj, dhe unë e dua dikë në atë lloj mënyre se si Zoti e ka krijuar dhe çfarë ajo e adhuron se si ajo e adhuron Zotin. Do them edhe një gjë. Pra, nëse ne shkelim, këto janë rregulla të vazhdueshme. Dëgjoj, një çift që nuk ka parime në jetën e vet, s'është pak hipotetike kjo lloj dashurie që po na shpjegon. Dashuria më e madhe se ne jemi mësuar në atë dashurinë e prekshme. Vetëm Zoti, sepse është vetë Zoti ai që ka thënë që nëse ju e dashuroni njëri tjetrin për hirin tim, unë do t'u ashtoj ju dashurinë. Të gjithë ato njerëz, ja po ta them edhe këtë. Të gjithë ato njerëz, qoftë në Bibël, qoftë në Kur'an, qoftë në libra të tjerë, të gjithë ato njerëz që duhen për interesat e kësaj bote, e sigurt që ato do janë armiq me njëri tjetrin, sepse do të prishin interesat. Por ato që duhen për hir të diçkaje që është më e madhe se ne, që në rastin konkret është Zoti, ajo dashuri vetëm do shtohet, sepse nuk ke interesa me njëri tjetrin, nuk prekin interes. Zoti teolog falenderoj për këtë. Unë jo dua të shtoj një fjalë, dua ta shtoj kështu pa, dua ta shtoj realisht pa një sfond me zhurma dhe ma bëni hallall në këtë pikë. Ishte tryeza tipike që kupton sherrri është zëri më i lartë dhe mbi zotërum burrat. Jo, më tani, kjo vetëm kjo ka fol si gjithmonë në të gjitha rastet e sherrreve. Jo, në të gjitha rastet këta tankohen. Thuaj vëçet tënde. Ne kuptoj Roland do t'i marrësh një sherrri nuk e shpjegon dot kush nuk e ka bërë. Normalisht ti nuk je njeri sherrri dhe kështu që të ngeli pak hapësirë. Jo, nuk ka problem fare. Ne kemi qef shumë. Unë dua që atëherë unë po them këtë gjë që është shumë e rëndësishme të ma kapi kamera. Familja nuk ka të bëj me artin e dashurisë. Familja ka të bëj me artin e kapërcimit të sherreve. Që bëhet vetëm nga dashuria. Që bëhen nga dashuria. Me dashuri bëhet. Kur ishim të rinj, ziheshim, po mbani mëri me ditë dhe me javë të tëra, mbani minat. Tani zihemi nuk mbaj mend se jemi zënë. Pra, kjo është një përparim në dashuri. Kështu që ju këshilloj që të bëni durim, me kalimin e viteve do bëhet edhe më keq, kështu që mos e çani kokën, ecni përpara. Dhe për ta mbyllur, jo. Fiton ai që ka përxen dhe pengesën e fundit. Po, dhe për ta vazhduar, isha dakord totalisht me atë që tha. Pra, nëse ka sherr në familje, ku gjithmonë rezultati është një zgjidhje pozitive për familjen, është edhe dashuria në mes. Dhe kjo e çon gjithmonë përpara. Dakor? Do e shtoj edhe një gjë të fundit se nuk mund të ripa e thënë në fushën time. Shiko, sherrët në familje, në praninë e fëmijëve që orientojnë fëmijët. Kështu që kujdes kur bëni sherr, futuni diku dhe bëni sherr si çift, ama jo në sy të fëmijëve. Ku edhe një herë këtë para kamerës? Mos bëni sherr në sy të fëmijëve, po ndërtoni një model të gabuar që pastaj replikohet edhe shton dhunën. Shumë e vërtet. Mirë. Do të shkojmë në publicitet dhe me njëherë do takohemi këtu, sepse jemi live në këtë të premte si gjithmonë nga Bardhëzia me ndeshjen Bardhëzi.